Spari ju fanoj shumë për këtë pritje të paparashikuar. Natyrisht, unë nuk mund të kaloja kurse si pa u nalë në Borsh, pa u nalë në këtë qendër të rëndësishme të njerëzve të punës, njerëzve adhetar, njerëzve të zot të aft. Dhe kjo është e disatra herë që vi këtu, kam ardhë si opozitar, si kryeministër dhe prap do vi. Shpreh mirënjohje për të gjithë mbështetjen e borshjotëve në dekada ndaj Partisë Demokratike. Dhe garantoj se problemet madhore me cilat përballi sot, si që është problemi i pronës, një problem shumë serioz, do tjetë në krye të listë të përparësive tona për t'i dhënë përgjigje përfundimtare, për t'i dhënë përgjigje përfundimtare 4 vjeçarin që vjen. Ne do kthejmë pronën tek Zoti, do kompensojmë pronën të Zotit me tokë ose me para. Krijuam, ne evaduam 54.000 dosje prone, kanë evaduar 800 dosje në 12 vite, kemi evaduar 54.000 dosje, dhe ju garantoj se po të vazhdonim me ato ritme, ne jepim përgjigje përfundimtare, sepse krijuam një fond për 70.000 hektar tokë shtetërore në zona turistike, me të cilat ne do kompensonim pronarët dhe do rikthenim ato që ishin. Miliona metër katror nga i fond, nga tokat e pronarëve, janë marrë nga oligarkët, trafikantët e Edi Rams, të cilët i kanë shtri tentakulat e tyre nga Kepi Stills në Velipoj, kudo. Në qofë se kujtohet, ku erdhin pushtet Edi Rama, filloj po bërtet. Ka dal një gjonë, tha, që s'ka pa në herë det me sy, dhe ka marrë, nuk e bajme dhe 20.000, 30.000 hektar tokë. Dhe unë tani po shifja. Jo, pristi, se qëfar ishte? Po shifja. Avash gjë që ata ishin familja e Gjon Boçarit, e kishin tokën e tyre. Kështu që tani, atë Gjoni nuk e përmend ma, se solli me qindra të tjerë, të cilët janë shtruar në pushtuesit më të këqij të tokave të bregut. Pushtuesit më të egër, më të pamëshirë. Kështu që 4 vjeçari që vjen, në mënyrë absolute do të çoj pronën tek i Zoti, do bëj ligjin dhe drejtësinë, dhe ky problem pas 4 vitesh nuk do të ekzistojë më, si trashëgimi. Sikundër, bizneset e Borshit, e gjithë bregut, do të kenë një alat të vërtet në koalicionin e Shqipërisë madhështore. Tani, po ta shohësh Borshin ti, që i parojnë, himarën, këto janë madhështi dhe madhështore. Po të dalish në pilur, ti thua se ke hyp, mbire, dhe po shefdetin, pra këto janë madhështi. Por problemi është tani, ti bëjmë banorët, ti ngrem në nivelin e kësaj madhështie. Dhe këtë do bëj programi ynë. Bizneset e Borshit do të përgjysmohen taksat, biznesi vogël. Tavanet e të vëshës dhe të atim fitimit nga 120.000 euro dhe 100.000 euro të dyja që janë sot, do shkojnë në 180.000 euro. Bashkit
nuk do mund vendosit kur tarifa dhe taksa me shumë se 1% të xhiros. Energjia do ullet të 6 lek, uj do përgjysmohet, tarifa, pra do krijojmë një hapësirë të re për biznesin. Fermerëve do të subvencionojmë çdo njësi prodhimi, çdo fidan të mbjell dhe çdo bakti, kokë baktie. Heqim çdo lloj kriteri tjetër, jo ka 5 lop, jo ka 10 lop, 1 lop po të ketë do subvencionohet. 3 ulli po të ketë do subvencionohet. Ne do subvencionojmë çdo fermer. Do rrisim subvencionet në nivel në vendeve për rreth. Vendet për rreth subvencionin për fermerët e kanë 5 herë më të madh, 6 herë më të madh se ne. Edi Rama kur ndau buxhetin la për fermerët 32 milion euro në 8 miliard. Në një kohë kur duhet linte minimumi 220-230 milion. Pra, merr fund kjo situatë. Infrastruktura e Borshit do ketë përparësi të plot. Unë jam e njoh problemin, dhe ju them ju që do zgjidhet 100% me të gjithë problematikën. Unë ja u thash dhe Himar, ja u them dhe ju këtu. Unë nuk ndërtoja tunelin e Llogaras pa e dhënë përgjigje përfundimtare ujrave të zeza nga Semani te Kepi Stills. Pasi të ngrinim flamurin blu në ujrat e tona, në ujrat Adriatiku dhe Jonit, atëherë mund vazhdoj me tjera, sepse ajo është një kusht themelor, nuk është tuneli për të qenë në Europë. Kusht themelor për të qenë në Europë është mos derdhen ujrat e zeza aty ku lahen njerëzit. Ajo është po. Kusht themelor për të qenë në Europë është që banorët furnizohen me ujë 24 orë, që të kenë vaditjen, të kenë kullimin, të kenë mbrojtjen e tokës, të kenë sukses të biznesit. Pra, këto janë kushtet për cilat ne qëndrojmë. Tani